Pse e pëlqej atëherë dhe pse se pëlqen tani? Nga sjellja, nga gjërat që bote, u sillte mirë me tjerët, Pastaj? nga bukuria. Po pse s'pëlqeu më pastaj? Pastaj pëlqeu më se ka dalë, ka hikur nga shkolla. Dhe s'është. Zhgënjimi, çfarë të thot tjetër si fjalë? Nuk duhet gënjesh se gënjen veten, nuk bësh i mirë, bësh i keq. Për shembull, do di çfarë është zhgënjimi Noel, do të them ty një situatë mbase kjo do të ngacmoj që ta kuptosh se çfarë është zhgënjimi. Kur ti për shembull do shumë një shoqe, edhe jep shumë asaj, gjithçka që ke dhe që je. Edhe një ditë ajo të kthen kurizin, edhe ikën te një shok tjetër, dhe ty s'ti jep asnjë shpjegim. Nuk thot as faleminderit për gjërat që ti ke bërë për të, nuk thot as më fal për gabimin që ka bërë ndaj teje. Ajo thjesht ikën, kthen shpinën. Ky është zhgënjim shumë i madh në jetë. Kjo është? Një lloj zhgënjimi. Ka shumë zhgënjime në jetë, po ky është një nga këto zhgënjimet romantike. Po. Tani, gocat e bëjnë këtë gjë, po çunat e bëjnë pak më shpesh. Prandaj ti mos u bë kur ky çuni që ti kthesh shpinën një gocë që të ka dashur shumë, dakord? Asnjëherë. Si mund t'ja shëroj zemrën një djalë, një vajze? Kur fillon një kështu me gocë dhe çun, Histori dashurie. Po, histori dashurie. Do të fillon me dashuri dhe do të mbaroj me dashuri. Si imagjinon martesën tënde ti, si do e bësh dasmën? Dasmën do ta bëj me shumë njerëz, me njerëz që njoh. Aha. Dhe që e ftesën të shtëpia dhe do martoj. Mendon që është qejf të martohesh? Po, Apo është dhe hall? a shallë se dhe si sa mund të lej gruaja ose burri. Halli i madh është dhe ky këtë drejt. Po dëgjoj. Më shumë sa kjo, se kur martohet njeriu nuk mendon, vë unë azat dhe thotë do jem përjetësisht me ty. Ka ca halle tjera jeta. Po, Për shembull kur janë dy njerëz martuar, çfarë hallesh kanë? leku. Lekët. Nëse një shok i yt i pëlqen të njëjtën vajzë që pëlqen dhe ti, çfarë do bëje? Dhe tha unë e pëlqej këtë. Po deshe ta zgjedhë goca, mos ta zgjedhë ne. Ke zgjidhur me paqe këtë punë dhe kështu duhet zgjidh. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.